thuhet të pakën. Kështu thuhet. Ky interes Sepse për letrat nuk i futbollin, ka treguar askush. nëse nuk përkthehet me njerëz në stadium, atëherë është kot, edhe tregon shumë për ato që organizojnë. Prandaj po të them pra ti mos u mburr me diçka që të kthehet në bumerang dhe që tregon që ti ke probleme madhore. Mos u mburr më mirë. Mos u mburr. Mundohu që këtë entuziazëm ta përkthesh në punë për t'i afruar këto njerëz. Ky është problemi im. Pastaj nëse duan të mburren, le të mburren, po për budalla dhe sidomos tifozi. Tifozi është një specie shumë e veçantë. Dhe nëse Arigloni e di shumë mirë se Arigloni është një tifoz i flakt, për tifozin në të gjithë botën historikisht në futboll thuhet tifozi ka gjithmonë drejt. Edhe kur ka gabim dhe ka shumë gabime, por tifozi ka drejt. Është ai shpenzon kohën, shpenzon emocionet, shpenzon paran, lë gjithçka për të mbështetur ekipin e zemrës, tifozi ka gjithmonë të drejtë. Po të shkosh për të parë futboll dhe të shohësh teatër, pastaj goditet shumë keq. Sepse nuk është budalla, një njeri që shpenzon kaq shumë nga jeta e vet, mbi gjitha pasionin dhe emocionin, nuk është budalla. I kupton gjërat si janë.